Të rritur e të vegjël janë obsesionuar nga trendi më i fundit në rrjetet sociale, kukulla e famshme Labubu, e cila po bëhet gjithnjë më e pranishme në çantat e fëmijëve, raftet e koleksionistëve dhe videoet virale në TikTok. Edhe pse nuk ngjason as pak me kukulla tradicionale, me të cilat janë rritur brezat e mëparshëm, Labubu me sytë dhe veshët e mëdhenj, buzëqeshjen e gjerë dhe dhëmbët e mprehtë, ka krijuar një lloj lidhje të çuditshme emocionale me shumë fëmijë e të rinj. Pamja e saj është gjithmonë surprizë deri në momentin e hapjes pas blerjes. Por sipas psikologës Tringa Visoka, një kukull me pamje të tillë nuk është as pak e përshtatshme për fëmijët, duke u përquar vetëm ndjesi negative, ndryshe nga qëllimi i vërtetë i kukullave. Kukulla Labubu, që shekon po edhe vetë edhe po besoj që është shpërndo edhe në për rrjetet sociale edhe që është bu publike, është i kukull e cila fatkesish po ndikon shumë keq te fëmijët. Imazhi që ka kukulla, do me thonë figura e vetë po ndikon negativisht, edhe për mendimin tam është një kukull që nuk e ka një imazh të mirë te fëmijët, do me thonë për shkak të mënyrës që është e ndërtuar, për shkak të figurës që e ka që është pak më e frikshme, edhe pe ka një ndikim jo të mirë, do me thonë një ndikim negativ te fëmijët. Për mendimin tam kukullat ose lodra duhet me qenë pak më pozitive ose në përgjithësi, do me thonë kukullat e tilla me pas një fytyrë pak më happy, me një smile ose diçka të tillë, në mënyrë që fëmijët do me thonë me u ndiku pozitivisht prej kukullës ose me marrë edhe mesazhe pozitive prej saj. Në këtë rast, për mendimin tim, kukulla Labubu nuk është një kukull e cila mundet me ndiku pozitivisht. Tu fillu mas bari prej mënyrës që është e punume, do me thonë figurën që ka ma negative, pak ma të frikshme, e që në këtë rast mundet me ndiku edhe të fëmijët. Kështu që besoj që kjo është sa një kyç. Tjetra që shubo edhe trend që pushitet shumë, tash e kom pas fund me është bu si hit, do me thonë që secili fëmijë me pas këtë kukull, kështu që kjo është ekstra edhe një efekt tjetër negativ që ndikon që fëmijët me qenë varur prej kësaj edhe me ndiku edhe në shoqëri që me pas, secili mund ndiku prej një tjetrit edhe me pas këtë kukull në çantën e tyre. Visoka thot se për shkak të kurreshtjes, fëmijët tërhiqen nga ajo që është ndryshe. Po ndoshta kur e shohin fëmijë që është diçka pak më veçantë, një figurë pak më ndryshe, në këtë rast domethënë Labubuja e përmende ka edhe figura tjera, po prap anon ka ajo e frikshmja, edhe nëse ka një smile, prap e ka diçka që lidhet me frikë, domethënë me një emocion negativ. Edhe po mendoj që në këtë rast fëmijëve ju duket më atraktive se është diçka më ndryshe, pak më veçantë se kukullat tjera, edhe fëmijët zakonisht duhen e pas diçka që dallon prej tjerave, do me thonë fëmijët si natyrë, si tipa janë kurreshtar, duhen me pas diçka që pak më ndryshe, më të veçantë që nuk e kanë tjerët, edhe po besoj që kjo i bën ata që me i tërhik më shumë kjo kukull. Visoka, e cila aktualisht është angazhuar në 2 shkolla në Prishtinë në rolin e psikologës, thot se as nxënësit e saj nuk i kanë shpëtuar trendit të TikTokut për ta pasur një Labubu si aksesor në çantë. Po përdoret edhe si aksesor, do me thonë pevnojnë fëmijët në çantë ose në fotroll ose do me thonë me një pjesë të tyne, po nuk është mirë, do me thonë se e përmenda, po përdoret si tash u bo edhe si varësi, edhe po kom pas raste edhe në shkollë, një 2-3 fëmijë më ka rami taku që e kanë në çantë, edhe nuk më ka ardhur mirë, kështu që mundu që më këshillu që me largu ose me përdor veç në raste caktuara, po jo me shku deri në çasti ekstreme që me u bo të mvarun prej kësaj lutre. Tanë që krejt pe marrim psikologe, edhe une po du se krejt fëmijët e tjerë janë të e bajt, edhe une po du me pas këtë lodër, është shumë e bukur, tash u bu do me thonë si një farë varësie që si një lloj aksesore që është e përmenda dhe pe kam pak zor që më shkut prej saj, për shkak që shokët edhe shoqet pe kanë, kështu që pse psikologe mos me pas të dhona. Sipas sociologut jeton Brajshori, shoqëria jonë është e prirë që të pëlqejë diçka të ngjashme sikurse kjo kukull, vetëm për të përshtatur me grupin. Në aspektin sociologjik, shoqëria funksionon në bazë të normave. Pra edhe kur diçka është e parëndësishme, ajo mund të kthehet në normë sociale, që duhet ndjekur për të mos u përjashtuar ose për të ruajtur statusin shoqëror. E njëjta gjë po ndodh edhe me lodrën Labubu.
Personaliteti me ndikim dhe figura publike po e koleksionojnë, jo sepse është domosdoshmëri e vlefshme, por sepse është virale dhe është kthyer në një shenjë të qenit in, dhe duhet patjetër ta kenë. Pra një lodër shumë e thjeshtë, por me ndikim të madh social, për shkak të dëshirës njerëzore për t'u identifikuar me grupin, për t'u dukur modern dhe për të impresionuar të tjerët. E Paulina Nushi Muhaxhiri, nën, tregon se për trendin e Labubus në rrjet kishte dëgjuar nga vajza. Ajo shprehet e shqetësuar me ndikimin që kjo kukull ka në përzgjedhjen e lodrave të fëmijëve. Kisha edhe një bisedë me vajzën time, e cila më thotë se është bën një trend kjo lloj lodre dhe thash hajde po e shoh se çka në fakt është funksioni i saj, sepse ne jemi mësuar që një lodër të jetë ndërtuar bukur, të ketë rol edukativ, të jetë e bërë për diçka, të ketë një qëllim se është krijuar. Dhe tani dalim edhe promovojmë këto gjëra të cilat bëhen trend kudo në botë dhe pastaj vijnë, shiten edhe madje njerëzit pajtohen me atë se duhet të ketë edhe një lloj misteri, blihet lodra, nuk e din se cila ngjyrë të qëllon dhe ti e blen pa marrë parasysh që mund të mos jetë edhe ngjyra jote e preferuar. Pra janë gjëra të cilat po na servon dhe po na lodhin kokën e nuk e kanë as edhe një funksion të vetëm, përveç se po e çrregullojnë, le të themi, dëshirën e fëmijëve për me pas diçka me vlerë përpara. Dhe kur bëhet pastaj trend dhe e kërkojnë të gjithë, prindrit sikur po dorëzohen përballë fëmijëve dhe kërkesave të tyre dhe po blenë edhe lodra të cilat janë totalisht jashtë çdo norme dhe jashtë çdo funksioni që mundet me e pas një lodër për një fëmijë. Sipas saj, lodrat e tilla kanë qëllim të friksojnë fëmijët dhe nuk ka asnjë funksion tjetër të veçantë. Unë gjithmonë bëj thirrje edhe te shoqet e mia, edhe te kolegët e mi, edhe te njerëzit të cilët më ndjekin në rrjetet sociale, që të mos bijmë prej trendeve dhe asaj që gjithmonë ne po mendojmë se çka shihet në rrjetet sociale është e duhura, duhet ta kemi, nuk është e nevojshme të kemi diçka e cila nuk është edukative. Në këtë rast unë kam bërë kërkesë ndaj të gjithë atyre që më ndjekin që të mos bijmë prej thirrjeve për blerje të një lodre e cila përveç se duket e shëmtuar. Ka qenë një trend tjetër edhe një lodër tjetër e cila gjithashtu ka qenë e shëmtuar. Dysi lodrat të cilat japin ndjenja të çuditshme dhe të frikshme për mua sikur janë të bëra, le të themi, qëllimisht për t'i traumatizuar fëmijët. Sepse pse do e bleja unë një lodër që duket fillimisht keq dhe pastaj cili është opsioni për ta përdorur, do e mbajmë në çantë, po pse na duhet. Ajo i bën thirrje prindërve të jenë më të kujdesshëm dhe të mos bien prej e çdo trendi që qarkullon në rrjet. Është me rëndësi që ne të blejmë gjëra të cilat janë edukative dhe nuk është me rëndësi që fëmijët të mësojmë se duhet të kenë gjithmonë atë që e ka të tjetri. Ne prindërit duhet të jemi selektiv në atë se çfarë japim për fëmijët tonë. Në fakt të blesh lodra të cilat vetëm janë promovuar nga fytyrat të cilat janë publike, nuk do të thotë se po bën vlerë për fëmijët tënd. Është totalisht e pavlefshme të blesh një lodër të tillë që është e shëmtuar dhe me idenë se është virale, nuk kemi ku i ikim sot botës së internetit. Kukulla Labubu është krijuar në vitin 2015 si pjesë e linjës The Monsters. Sipas krijuesve, ajo përfaqëson një karakter pozitiv që bën gabime pa qëllim. Kukullat shiten në mënyrë të fshehtë dhe blerësi nuk e di se cilën formë ka marrë derisa e hap kutin. Së fundmi Labubu është bërë virale në TikTok dhe rrjetet sociale. Madje është parë në duart e figurave të njohura si Rihanna, Dua Lipa, David Beckham dhe të tjerë.